Nderuar shikues, ja takojmë edhe sonte sërish çdo natë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit për diskutuar tema të rëndësishme, dobishme që ndërlidhen kryesisht me muajin e Ramazanit. Sonte do të flasim për teravin dhe namazin e vitrit. E për këtë temë kam të ftuar hoxhën e nderuar Dr. Fitim Gerguri. Hoxhë, mirë se erdhe në këtë bashkëbisedë. Mirë se gjej. Hoxhë, namazi teravis është simbolika e Ramazanit dhe për besimtarët është e njohur si ritual, po na trego fillimisht çka nënkupton teravia. Fillimisht Allahun Teala falenderoj për Allahut, falë kërkoj salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë Muhammedin alayhi salam dërgoj. Teravia në gjuhën arabe vjen prej pushimit, është një lloj pushimi pas një pune të caktuar. është quajtur me këtë emër për shkak se kanë falë gjatë namaz natë dhe kanë pushuar mes 4 rekateve. Njerëzit muslimanët e parë në atë kohë. Ndaj e ka marrë emrin si teravih për shkak të gjatësisë të madhe të namazit që kanë bërë. Pastaj ka met se namaz dhe kështu njihet edhe në librat e fiqhut. Njetë si namazi e teravih. Do në namazi i pushimeve, namazi i pauzave. I shlodhjeve nëse lejohet me thonë. Të cilët ata janë kënaqur tu falë edhe për shkak të gjatësisë namazit. Po hoxhë, se këtu në emisionin tonë më shumë po flasim nga aspekti i dispozitave. Çka është hukmi i dispozita e namazit teravis dhe cilat janë argumentet që legjitimojnë këtë namaz? Namazi teravis është sunet, prej suneteve muakkede. Argumentet janë të shumta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të Ramazanit ka falë së bashku me xhamat 3 herë namazin e teravis, natën e 24, 25, 26 dhe natën e 27. Dhe kjo s'pas ka qenë fillim të Ramazanit, po ka fundi i Ramazanit. Ka qenë në fundin e Ramazanit, por kjo e legjitimon pasi që definitivisht është falë qoftë edhe një herë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po prej frikës të madhe se mos po bëhet obligim e ka ndërprej këtë lloj namazi. E ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo natë namazin e natës, vetëm në shtëpi, dhe ka ndodhur që në fundin e jetës apo në vitin e fundit të Ramazanit, në fundit që ka jetuar, e ka falë me xhamat 3 herë apo 4 herë varësisht prej transmetimeve që kanë ardhur, dhe kjo e legjitimon këtë lloj namazi. E pastaj në aspektin kronologjik se si ka ardhur deri në këtë formë që sot na falëm, kjo ka marrë kohë. Në kohën e Abu Bekrit nuk ka pas bashkim. Njerëzit janë falë 2-3 veta në vend, 3-4 në vend. Kështu e kanë falë namazin e teravive, kështu ka zgjatë edhe 2 vitet e para në khilafetin e Omerit radhiyallahu anhu. E që i ka po njerëz që masane më të bu? I po njerëz të kështu në xhami të falë, tha grupe veç mas. Po të bashkëshin mas një imamit vetëm do të ishte më mirë, dhe në ditën tjetër i po të bashkun mas Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu, i cili ishte prej hafizëve të Kuranit në kohën e pejgamberit, në kohën e pejgamberit e sallam, ishte prej atyre 4 sahabive që i përmend Enesi, që e kanë mbledh Kuranin para se të vdeste pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. E pastaj Omeri kur i po ditën tjetër tha ni'me bid'a hadha, so të bëjmë një mirë, si e mirë ke që këta pas kanë bo këtë lloj. Do të thonë pas ka bo bidat Hazreti Omeri. Qysh më shpjegu këtë temë, se na u mëtëm të u folë njerëzë, heq në bidata. Fillimisht thamë se kjo ka bazë në sunetin e pejgamberit, se vetë pejgamberi Allahut alayhi salam e ka falë 3 herë ose 4 herë namazin e teravive. E dyta është se pejgamberi alayhi salam thotë ma kuntu ana al-yawm alayya wa ashabi. Çka jam sot edhe shokët e mi, çka jam unë sot edhe shokët e mi, kjo është fe. Prej këto, dietarë që merren me shpjegimin e librave të hadithit, thonë se asnjë sahabi nuk bën bidat. Janë të ruajtur
prej bidatave, risive në fe. Se në farforme edhe nëse bëjnë diçka që nuk ka qenë bash praktik në kohët e Resulullahit, i dërguari alayhis salam i ka legjitimu veprat e tyne, sepse ata nuk dalin jashtë parimeve të fesë. Nuk dalin jashtë parimeve të fesë. E treta është se pejgamberi alayhis salam thotë: "Fa aleikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin." Pasoni sunetin tim dhe sunetin e khalifeve, udhëhesve që vinë mas meje, që janë të udhëzuar, i ka quajtur el-Mahdiyyin, të udhëzuar. Pra është edhe të legjitimuar në farforme. Po është edhe prej tyre Omeri radhiyallahu anhu. E katërta hoxh nuk është bidat se kjo ka të bëjë me çështjen e organizimit dhe jo me çështjen e shpikjes në adhurimit të ri. Bidat quhet ajo që nuk ka bazë në aspektin e adhurimit, po jo edhe organizimit. Për shembull, nuk ka pas mushaf të bashkuar në nivel në kohën e selefit, në kohën e pejgamberit, në kohën e sahabëve është bashku, pastaj ju kanë vendosur edhe hareket edhe pikat dhe kështu me radhë. Kjo është çështje organizative. Më shumë do të thënë aspekte teknike, jo aspekte rituale. Përmbajtësore, po. Edhe e pesta që nuk lejohet mu argumentu se kjo është bidat, është se nëse kishin e papranueshme kishin reaguar sahabët tjerë. Nuk e kishin lënë Othmani, Aliu e tjerë që kanë qenë për rreth Omerit me rëngë si gabime. Ndaj gjitha këto tregojnë se kjo është organizative që s'ka të bëjë me aspektin e ibadetit, por bida në gjuhën arabe, që është e njohur te ata që njohin gjuhën arabe, është përdoret për çdo lloj risie. Dhe ka marrë këtë emën në aspektin e shariatit për shkak të gjuhës dhe jo për shkak se e kanë të njëjtën përmbajtje. Mirë. Po flasim hoq edhe pak për vlerën e këtij namazi, se është i veçantë, i cili ka shpërblime të shumta. Çka mund të thonë në këtë aspekt? Hadithi bazë që dietarët argumentojnë për këtë është që gjendet tek Buhariu dhe Muslimi: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kushdo që ngritet për të falë në Ramazan me iman në Zotin, duke besuar në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimet e tij, i falen gjunohat e kalona. Edhe kjo kish më mjaftu me u kënaqur me këtë gjatë gjithë Ramazanit. Ky hadith është prej atyre haditheve që sinqerisht nëse shfrytëzojna gjitha gjunohat e jetës mujnë mu fshi. Dhe jo vetëm, por edhe mu shndron punë të mira. Dhe është një mundësi e artë, hoxhë nderuam, që na ta shfrytëzojmë këtë muaj, i bëj thirrje edhe shikuesve të televizionit tuaj që të mundohen sa më shumë të jenë prezent në namazin e teravive. Na jena të vëdishëm se është lodhje pak, është masazherimit, puna e gjatë, veçanërisht ditëve të punës, por shpërblimi është madhështor. Nëse na kërkohet... është koha e vjeljes së fruteve. Sigurisht, nëse na kërkohet neve me i numru gjunohat e ditës, nuk kena mundësi me i numru. E jo mot krejt jetës, ndaj është mundësia e artë që nëse shfrytëzojna këtë muaj, na me dalë të falën, që është qëllimi i Ramazanit. Lusim Allahun që të na pranoj. Hoxhë, na më shumë po fokusohemi pak se kemi edhe sigurisht emisione të tjera që trajtojnë edhe aspekte shpirtërore, emocionale. Në aspektin e kohës, kur është koha e faljes namazit taravis? Nata është e gjata, ka ndonjë kohë të caktuar apo si? Namazit taravis nuk ka ndonjë ndryshim prej namazit natës. Ai falet pas në farzët të yatsis, pas të në koja e yatsis, falet. Kjo është shumica dietarëve. Ka dietarë prej mëdhëve të tjera të Hanbelit në një transmetim që edhe pas akşamit, por nuk është si argument i fortë. Kjo falet pas namazit yatsis. A bën me fal taravit, pastaj me fal yatsin? Jo, do të patjetër me fal yatsin, pastaj me fillu me namazin e taravive. Ose edhe sunetin, në fundet, pastaj me fillu, si është edhe zakon. Zakon në xhamit tona, por nga njëherë dikujna ik yatsia dhe futet direkt në taravi. Në spari e këshillojnë që ta fal yatsin, pastaj të lidhet pas imamit, ato rekate që i zën prej namazit taravive, ti fal me ta. Mirë. Tema ma e ndishme, sa rekate me i falë, që kanë thënë fukahaja edhe muhaddithin për këtë punë? Prej dietarëve të hershëm, prej gjenezës. Prej dietarëve të hershëm, ka që kanë shkruar libra rreth namazit natës, e që kanë trajtuar këto si ai Ibn Abi Dunya, që është afërsisht 790 argumente për namazin e natës, e dikon është më shumë se
300 hadithe për formën se si është falë namazin natës. Ajo që është bazë është se pejgamberi alayhis salam as në Ramazan, as jashtë Ramazanit nuk ka shtu më shumë se 11 rekate. Thot Aisha i ka falë 4, la tesal an husnihinne wa tulihinne, mos pyet për bukurinë dhe gjatësinë e tyre, pastaj ka falur 4, mos pyet për bukurinë dhe gjatësinë e tyre, pastaj ka falur 3. Në të hadithën që transmeton Abdullah ibn Abbas, e që gjendet po ashtu tek Imam Bukhari në Sahih, është se ka falë pejgamberi sa 13 rekate. Disa e komentojnë, për tyre me Ibn Haxheri thotë këto 2 rekate të fundit kanë qenë 2 rekate sunet sabahut. Një për interpretimin. Po, një për interpretimin, po disa tjerë thonë jo, ka ndodhur që ka falë edhe 13 rekate. Tjetri argument që është i fortë që gjendet në librat e sunetit, është se Omeri radhiyallahu anhu i ka këshillu që të bashkohen në 20 rekate. Janë 2 transmetime rreth Omerit. Transmetimi i parë është 8 rekate dhe transmetimi i dytë është 20 rekate. Po ashtu ka transmetime tjera që gjendet tek Muwatta Imam Malikut, e që Imam Zuhriu thotë i kom gjetë në Medinë të fal 36 rekate. Në një transmetim tjetër. Si do është gjenerata shumë të hershme. Rekate. Po Imam Zuhriu është zatën zonë si sahabive. E ka ata Enesën e të tjerë. Enesën dhe Ibn Omerin radhiyallahu anhuma, e që ka vdekur vitin 124 Hijri. Pra këtu janë disa prej argumenteve. Ibn Abi Shejba në Musannaf e ka një kapitull për namazin e natës dhe detajohet rreth numrit se sa kanë falë. Qa në lën me kuptu kja. Kjo çështje nuk mundna mi vendos pikë veç ashtu dhe nuk bën ndryshe. Pra bën 8, bën 13. Do thonë aspekti i parë neve që na intereson, a bën me shtu më shumë se 8 apo jo? Po. Edhe në këtë pikë, domethënë si duket në sidomos të gjeneratat të hershme, nuk është se ka pas ndonjë rigorozitet jo vetëm prej daljes. Jo vetëm të gjeneratat të hershme, por mbi bazën e dijes që kam, nuk ka thonë askush që nuk bën më shumë se 8 rekate, përveç dietarët tonë të fundit, Muhammed Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah, që në librin rreth teravive, ai është që nuk është prej sunetit me i falë me shtu diçka më shumë se 8 rekate namaz natë, apo 11 zbashku me vitër, e që kjo fatkeqësisht nuk është ashtu siç ka thënë hoxha, por është mbi bazën e atherave që ka të selefi, siç ka shumica umetit që janë çështja është e gjerë. Dhe janë praktikat kanë dalluar disa si ata të si që din të gjithashtu në përmend në Mesail Imam Ahmed djalit i Abdullah, thot baba jam kur ka qenë jashtë burgut i ka falë 300 rekate gjatë ditës dhe natës, ndërsa në burg për shkak të rrahjes të madhe ka falë veç 150 rekate. Po ashtu është thënë për Zainul Abidinin që i ka falë 1000 rekate gjatë ditës dhe natës. Dhe gjitha këto argumente për selefit janë se nuk është strikt, kjo çështje është e hapur ndaj kush sa po mundsinë. Edhe kjo nuk është veç interpretime, po është realisht që ti edhe ma mirë mund është me theksu vetë inkurajim për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Salatul lejli methna. Do të namazin natës është 2 nga 2. Po. Pa një përcaktim. Sheikh Albani në formën e argumentimit të ka ardhur hadithi Aishës si shpjegim i këtij. Po, e kuptojmë gjithsesi, por është një fjali e përgjithshme që një çështje që është bazë, është se na nuk e kuptojnë fen vetëm mbi bazën e hadithit, po mbi bazën e kuptimit të gjeneratave të hershme. Ata që janë kanë afër me kohën me pejgamberin alayhis salam. Nëse Zuhriu thot ose edhe Imam Maliku pasti i kom gjetë kështu shokët e pejgamberit alayhis salam apo gjeneratat e para 36 rekate, kjo të lënë me kuptu se nuk mundna me ardhmas 10 shekëja, 15 shekëja. Sidomos hoxhë, edhe nëse realisht dikush ndoshta mundesh me pas bindjen ose jo ndoshta aq rigoroze, edhe nëse e favorizon 800, prap hadithe ka tjera të cilat kur i dura alayhis salam ka përmend çështjen kur je xhamatli.
ai që rrin derisa të përfundon imami. Tash imami s'mund është me detyru imami me fal veç 8. Por ai mundet me fal 13 apo 20 apo 36 apo mund të ketë tradita ndryshme në Një çështje tjetër që kisha pas këtë dëshirë me theksuar që është të shfaq si problematikë në vitet e fundit në vendin tonë, është se a bën vetëm 2 apo edhe 4 rekate, siç Po, kjo të forma si me i fal, po. Mirë na elaboro pak edhe këtë aspekt. Disa prej dietarëve hadithin që pejgamberi alayhi salam thotë 2 nga 2, nuk bën ndryshme se 2 rekate. Ja hadith është i qartë dhe kështu ka qenë namazi i tina. Ndërsa disa tjerë që besoj që i kanë mbledh më shumë hadithet dhe kanë pas kohë më gjatë me medituar aty në thonë që bën edhe 4 apo edhe bën më shumë. Kjo për 2 shkaqe. Shkaku i parë hadithi Aishës që thotë i fali 4, mos pyet për bukurinë dhe gjatësinë e tyre. Pastaj ka dhënë farisharetin numër 4. Po 4. Pastaj i fali 2, pastaj 2, pastaj 2. Dhe e dyta te forma e vetrit. E që ka ardhur mas 8 rekate ka dhënë selam. Që do ta përmendim edhe ka fundi emisionit gjithsesi. Dhe gjithë kjo është e mubah e lejune që nuk mujna me... Dhe nuk ka rigorizitet të rebile, hoq këtu e përmendin edhe shembullin e madhit radiallahu anhu, i cili ka fal jacin me pejgamberin, kur është kthyja ka fal të njëjtin jaci xhamatit, familjes, po për të ka qenë nafile. Sigurisht. Po të ishte ndaluar nafilja në 4 rekatësh, nuk do ta bante në gjë tillë. Edhe kjo është ajo që dhe ky veprim i është tregu pejgamberit i cili e ka provu përveç qortimit në aspekt tjetër që ka. Sinqerisht falenderoj se nuk e komentou si argument këto. Po, ajo është argument Zotit me për çata jemi në bashkëbisedim këtu vetë. Gjithsesi kjo është temë gjanë, nuk mujna me avnu pikën se dietarët domethënë kanë ijtihadin e tyre, po e kuptojnë prej krejt këtij mesazhit që është jashtë më fleksibile se sa me qenë rigoraz. Ndërkohë që për në me, do të thënë edhe xhallarët tonë Sheh Uthejmini, shumë rigoraz te kjo dyshje. Nëse vazhdon rekatin e tretë, prishet. Më thonë, plus jenë nafile është, po që, ijtihad. Për këtë shkak e përmend as është përkthy kjo fetva e Shehut Allah mëshiroft. Megjithatë ka fleksibilitet këtë punë, Allah nderoft. Mirë hoxhe, namazi taravis veç për nga numri është shumë rekatash, edhe na jena miskina nuk dim shumë me kënu Kur'an hoxhe. Po edhe në 8 rekatash kërkohet me këndu ma gjatë. A ban be hoxhe me kapë mushafin e me kënu me mushaf? Në esencë, në bazë do të me qenë që namazi me qenë pa mushaf. Kjo është bazë që do të më mundu me mësu fëmijë, gjeneratat të reja që me mësu Kur'anin mirë. Për shembull, nëse tash falë Zotin në çdo xhami bëhet muslim besimi dhe i kushtohet rëndësia dhe Kur'anit shumë, edhe prej imamëve, po edhe prej mualimeve që ka angazhuar Bashkia Islame e Kosovës. Ndaj më mundu më koncentru në këtë aspekt shumë. Para se me forsa fatmirësisht ka, alhamdulillah, fatmirësisht ka hafiza, ka djemtri që falë Zotit jenë të ndjek këtë rrugë. Dhe çdo ditë më shumë po hapën edhe qendrat hifzit si janë që është në Gjakove, në Prizren, në Peje, në tjera jenë të bo objektet. Ndaj ka të ardhme me lejnë e Zotit edhe kjo aspekt. Por sigurisht se gjitha xhamit nuk mund më mbulu prej hafizë, pasi numri i xhamive është më shumë se 840 xhami që janë që falin të namazi i xhamaz dhe namazet ditore. Për këtë shkak a bën me marr Kur'anin dhe me lexu. Dietar thonë po bën, duke u argumentuar me rastin e Aishës radhiyallahu anha, e cila ka urdhëruar shërptorin e vet që të merrte Kur'anin edhe të lexonte para sajna në namaz natë. Me këto argumentohen në lejoshmëri se bën, po ashtu namazi i taravive është namaz nafile. Lejohet nafile, çka nuk lejohet në farz, po si për shembull nëse s'ka mundësi në kam, atëherë ul, apo edhe mbi kafsh e kështu me radhë. E treta që kisha pas shef me theksu është se këto që po folëm është për imamin, por jo edhe për xhamat. Na po i shohim edhe xhamatin. Këto është fatkeqësia. Kjo besoj që është te kalimi i tolerancës që i çdo kompetencë te kalim. Pse nuk bën xhamati me majt musafin? Se
po del pej pamjes namazën që kem të parë. Pisha 10 përshindra me telefone, me kështu. E që njëre nëse është prej slarë këta së të bu namazën këtë formë. E dyta levizjet shumë të hoqë. Ndoshta imami është më i kujdesshëm ose hajde ndoshta kish më ju leju po e zojmë atij që është mbas imamit muezinit është më naj përmirësim ama atje në saft 7, 8, 10. E treta që po ndodh shpesh është që ende pa filluar ajetin tjetër imami ka ndoshta ndalje në zo apo këta ja fillojnë të lexu dhe i paraprin lexim se mendojnë se gabaj. Ndaj po bëhen një atmosfere jo e këndshme. Nuk isha thonë që xhamati me marë. A është haram, s'po flasim për haram, jo. Po realisht humbje koncentrimit po, humbje koncentrimit total. Taravia është çaj vlera e madhe e saj është për kushtimin namaz. Kur ti fokusohesh telefon, mushaf, faqe gjana, nuk e ki vëmendjen. Sado që ti po e bën për me përcjell, realisht pe kundërshton vetë. Po edhe te imami është prej një zakon të mirë që e kum po në vendin ku kum mësu në Jordani ka qenë një mushaf i madh, i cili vendosej përpara, edhe me një mënyrë faqet e tina me një mënyrë digitale i ndronë në ato faqet. Sa më pak lëvizje shumë ta. Kjo është mënyra më e mirë. Po nëse sa rrihet kjo të paktën edhe imami me pas kujdes për lëvizjeve të pruna. Gjatë namazit. Hoxhë, jemi të fort të leximi edhe ka filluar edhe tek ne ajo që është ndoshta pak më ngjashme me atë që ndodh në Çabe, leximi i hatmes. Jo edhe i shpesh, por a bën me lexu me hatme namazin e taravis. Kjo është baza. Ajo që është transmetuar në librat e sunetit për këtë çështje të Ibn Abi Shejbe e tjerë është se kanë bë hatme Kur'anin në Ramazan. Në kjo është tradite e selefit të gjeneratave të hershme. Kanë ardhur disa argumente para për ty në varë se kanë bërë çdo 3 ditë hatme Kur'anin. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma shokët e pejgamberit alayhis salam jashtë Ramazanit e bënin hatme Kur'anin çdo 7 ditë. Ndërsa në Ramazan e bëjshin çdo 3 ditë. E dyta është se leximi i Kuranit gjatë këtij muaji është prej atyre shkaqeve kryesore që e zbukurojnë Ramazanin, e mbushin kohën e tij. Andaj sa më shumë e lexoj Kur'an, aq më shumë mirët shpërblimi. E kuptuam apo se kuptuam? Sidomos dikush që ndoshta edhe gjatë ditës është i angazhuar, e ka mundësinë që bile në namaz taravis ka me ik. Po një hatme ka me dëgju. I ngjitet. Dhe e merr shpërblimin edhe dëgjuesi si kurse hatmja është një çështje që praktikohet edhe në botën arabe në Çabe tash, se kemi si referencë. Doja e hatmes. Si është në aspekt hukmit edhe ose traditës selefit në këtë aspekt? Enes radhiyallahu anhu kur mbaron të Kur'anin i mbledh anëtarët e familjes dhe lutej me ta. Dhe prej shkaqeve që thotë që Zoti më ka thënë bereqet, madh pas lutjes pejgamberit asam për ta, është edhe lutja pas çdo hatme që mbaron. Do kanë mbledh familjen, kanë bërë do dhe bënin do të përbashkët. Ndaj kjo është argumenti. Se disa prej njerëzve sot thonë që kjo nuk lejohet. Por kur themi se dikush prej sahabëve, qoftë edhe një, e ka bërë një veprim tillë, kjo e çet çështën që nuk është bidat. Edhe nëse se pranojmë se ishte është sunet, nuk mundna me thonë që sunet, po të faktën është mujna me thonë veprim i pranun që ka bazë të selefi. E dyta, se e përmendë në Çabe, në natën e 28 ose 30 ose 29, po, zakonisht natën e 29 ose 30, gjithmonë bëhet hatmja dhe njerëzit. Po koha hoq kur me bë pas leximit apo pas të mbarohet namazi taravive, ata zakonisht e lexonin në vitër, në rakatën e 3 të vitrit, e lexonin hatmen, don e hatmes. Dhe zakonisht po zgjatet shumë, veçanërisht këto 5 vitet e fundit, 10 që në fundit jem në Çabe. Edhe imami Sudejsi vazhdimisht e lexon don e hatmes, po e zgjat shumë, por po e bën në formë shumë emocionale. Allah e shpërblet të jap të jetë gjatë.
Te taravia hoxhë përmendëm pak a shumë edhe namazin e natës, po që është me theks veçantë dhëqen e fundit. Tash kemi edhe taravi edhe namaz nate, a janë dy gjana, është një gjë, a pranohet tash mi shtu këto 10 fundit mbi taravin apo me elan taravin si me vepru? Varësisht prej mendimit që kena. Nëse kena mendimin e Shejh Albanit, këto janë një gjë vetëm dhe nuk bën. Që i bjen domethënë, ose nëse i fal 8 në taravin, mos ka më fal. Por ajo që thamë fillimisht që e kemi atë mendim, është çështje e gjerë, andaj po shojna një kohë, pastaj shkojna përsëri më falë, nuk ka asnjë problem. Po ideja si risi, hoxh, kanë disa risi organizative, po jo dhe adhurim, siç e thamë edhe tek vetë taravia, është çështje organizative. Do këtu kemi një taravi me një pauzë më të gjatë. Po më të gjatë, paksa më të gjatë, për shkak të kohës, natyrës të punës e kështu me radhë, ndryshojnë në kohën që jetojmë. Mendoj se është prej gjërave të mira që sot praktikohet dhe njëjta gjë praktikohet edhe në Qabe. Në ora 10:30 përafërsisht mbaron taravia, në ora 12:30 fillon namazi i natës, 10 e fundit, ndaj nuk ka problem. Kështu ka dhënë edhe Komisioni për Fetva në Arabinë Saudite, në krye me Sheikh Abdulaziz ibn Bazin, rahimahullah, këtë lloj fetvaje. Mirë, këto një përmbledhje, megjithëse ka çka diskutohet shumë, mas namazit vitrit hoxhë është mas namazit taravis është namazi i vitrit. Na trego pak për rëndësinë, vlerën, hukmin e vitrit në përgjithësi, po edhe në Ramazan në veçantë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për vitrin thotë Zoti ja u ka shtuar ju një namaz. Që ajo është namazi i vitrit. Hadithi është i saktë. Dietarët e mëdhëbit Hanefi thonë se vitri është obligim, vajib. Edhe argumentojnë me këtë hadith. Ndërsa dietarët e xhumhurit, Maliki, Shafi dhe Hanbali thonë se është sunet i fortë. Edhe argumentojnë me hadithin se pejgamberi sa më ka fal vitrin duke qenë mbi kafsh. Po të ishte obligim do të ulej. Por çështja është më ndryshe. Besoj se është çështje khilaf lafdhi, si quhet më shumë, është që mos pajtim në aspektin shprehimor, më shumë se sa kuptimor. Sa as tek Hanefit vitri nuk arrin kategorinë e farzit. Po, definit. Po këto është edhe ajo dilema farzi dhe vaxhibi. Vaxhibi, po dallim apo s'ka. Ma shumë që është terminologjike. Po, në aspektin e usulit, nëse vije qata ju thubut, qata ju dalale, është farz të Hanefit, nëse është njëna dhani ju thubut ose dalale, është vazhim. Por në esencë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lënë namazin e vitrit, as duke qenë udhëtar, as duke qenë në shtëpi. Dhe i tillë është edhe namazi i suneti sabat, që nuk e ka lënë, për këtë shkak shumë prej hanefive të hershëm në Ibrahim se sunetin e sabahat e konsiderohet si obligim vajib. Mbi bazën se një vepër që pejgamberi sallallahu nuk e ka lënë asnjëherë, të ta merret sigurisht obligim. Pra nuk ka shumë dallim. Çështja është që nuk arrin farz, po nuk është edhe sunet i rëndom. Koha e vitrit hoxh kur është fillimi më thuj se tashmë po e dim, po edhe fundi i tij. Koha më e mirë e vitrit, siç e përmendi Imam Al-Ajr në vlerën e namazit natës, është në fundin e natës. Këto kanë ardhur hadithe, prej tyre hadithe që është tek Buhariu dhe Muslimi, se pejgamberi alayhis salam thotë: "Inna Allah ta'ala yanzilu fis sama'i dunya", Allah i lartësuar zbret në qiellin e kësaj bote, pjesën e tretë natës, do thotë kush të lutet ju përgjigjem, kush të pendohet ja pranon pendimin dhe kush të kërkon të dhuroj. Ndaj fundi i natës, nëse ndonëm natën 3 pjesë, i bën parafërsisht në kohën që jena në gjatë këtij muaji, parafërsisht ka ora 1 ose pak para orës 1 fillon pjesa. Megjithatë kur falen në mënyrë kolektive, sikur që bëhet në xhamia, njerëzit falen. Po, kjo çështje është mirë që e theksohen në vendin tonë, falet vetëm me xhamat. Dhe mendoj se kjo pi dallimeve që namazi i vitrit jashtë Ramazanit falet vetëm, ndërsa në Ramazan falet me xhamat, falet me za, e kështu me radhë. Po. Kjo argumentohet me një hadith se pejgamberi sa më thotë kush rrin pas imamit, hatta yansalim dhe sot mbaron, e ka shpërblimin sigurisht se më fal krejt natën. Ndaj këto thon dietarët, nëse e fal imami vitrin,
ne do të mënejt me falë vetrin, deri sot mbaran, e pastaj a bën me shtu pas namazit vetrit, dietarët kanë dy mendime. Mendimi i parë thonë që jo, sepse pejgamberi alayhis salam thonë lërë namazin e vetrit si namazin e fundit. Ndërsa mendimi i dytë është se pejgamberi alayhis salam ka falë edhe mas vetrit. Ka një herë e ka falë vetrin, e pastaj ka falë 2 rekate edhe mas vetrit. Këto e përmend Nevaviu në Mejmua që lejohet. Ka tolerancë nëse dikush ka vullnet, ka disponim me u falë gjatë natës. Po në vendin tonë është çështje organizative, hoxhi nderuam. Kjo është bërë më shumë për punën e shumicës njerëzve. Se janë plesh, janë në punë, e falin vetën e shkojnë flajnë, ku është donë pastaj 10 e fundit me vazhdu me marrë ende shpërblim, është e hapë, më në shkon, por nëse s'falet vetri, ndërsa shumë prej tyre do ta lënë krejt. Po ajo që po veprohet, që po i thonë edhe thyrja e vetrit, ngritja me u falë edhe një rekat mas selamit. A është e nevojshme për disa po thekson që ka tolerancë edhe masanejme? Jo, nuk isha preferu këtë çështje, zote nuk di dikush për dietarëve që e lejon këtë punë, edhe pse kum po praktikisht në vendin tonë të bo, edhe mendoj që është gjë që... Unë e bo qift që me lën tani vitrin në fund, por si praktik? Mendoj që po bjen shumë sy. Nuk ka nevojë. Nëse do në më falë, ki tolerancë më falë, me pas kujdes, sepse që ka shihet shumë të njerëz, nuk ka shumë shpërblim ta. Edhe një gjë me përmbyll hoxhë, vitri ka disa rekate, disa forma, e përmende kalim the... Po, ajo që ka orë në hadith, për çështjen e vitrit janë shumë hadithe. Një hadithet se një rekat, hadithi Muavijës radhiyallahu anhu, që gjendet te Buhariu, thotë se Muavija falte radhiyallahu anhu vitrin një rekat. Pastaj thotë da'uhu, lënë se Ibn Abbas thotë se ai ka qenë faqih, që ka kuptuar fen. Hadithi tjetër është 3 rekate. Dhe kjo është hadithi i njohur te Buhariu dhe Muslimi, që pejgamberi alayhis salam pasi falte 8 rekate përfundonte me 3 rekate vetër. Hadithi i tretë që ka ndodhur që ka fal 5 rekate. Ka dhënë selam mas rekatit 4, pastaj u ngritë ka fal edhe 1 rekat. Dhe kjo është argument se lejohet të fal 4 rekate. Një argument shtesë. Pastaj hadithi tjetër është po ashtu të Tirmidhiu me zinxhir të mirë të transmetimit që ka fal 7 rekate, 6 rekate, pastaj u ngritë ka fal edhe 1 rekat 7 vetër. Po ashtu hadithi tjetër është se ka fal 8 rekate me një ulje dhe pastaj ngrit e ka fal edhe 1 rekat. Këto dy s'ka pas as pak ndërprer deri në uljen e fundit. Pra, këto janë ato hadithe që kanë ardhur për vetrin. Hoç këto versionet vetrit, a janë plus 8 rekateve të taravis? Apo janë çato të përbashkëta? Sinqerisht, duke lexuar, pasi që më obligova me lexuar këtë temë, libra të hadithit, këtë pyetje ndoshta më ta parashtruaj ty, nuk gjeta do ta gjejmë, do të shkojmë ta pyesim në hadithe. Është çështje që interesant me diskutuar. U përmendën hadithet e namazit natës dhe hadithet e vetrit një kapitull, nuk është kapitull i ndarë. Nuk i kanë ndarë. Ose bënte ndarja vetri fare kështu. Se nëse themi janë të veçanta, domethënë bjen në mënyrë automatike ideja se ka fal veç 13. Për këtë Sheikh Albani bukur gjatë flet dhe mundohet të thotë se janë njëjta. Nuk janë ndryshme. Mirë, edhe këtu ka hoç ka të flitet shumë, na vetëm po i çelim disa tema edhe pastaj holumtuesit mund me shiku burime. Faleminderit për gjithë bashkëbisedimin. Faleminderit për të zotin. Të nderuar shikues, këtu po e përmbyllim këtë emision me shpresë se takojmë sërish deri atëherë mirëmbëjtje. Assalamu alaikum wa rahmatullah.